Shikuesa e ABC News ju përshëndes. Jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Newsline për të parë zhvillimet më kryesore, por për të parë më konkretisht edhe se si është situata e zjarreve në dy zona që deri ditën e djeshme kanë qenë mjaft problematike. Fillimisht të ndalimit e zjarrit në Dajt e Priskë dhe rrethinat e Tiranës duken që sot janë më të qetësuara, ndërsa dy vatra janë reaktivizuar me flak. Zjarfikësit po punojnë për shuarin e plotë të tyre dhe nuk ka rrezik për banorët. Pas disa orësh të vështira në luftë me flakët, më e kontrolluar është situata në periferi të Tiranës. Ndërhyrja nga ajri dhe toka gjatë natës bëri të mundur lokalizimin e flakëve në Dajt e Priskë. Në Dajt, mbi tunelet e gjafmollës, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, po vjon puna për shuarin e vatrës në pyllin me pisha. Forcat zjarfikse po ndihmohen dhe nga 2 helikopterë të forcës ajrore. Sipas Ministrisë, aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ndërsa në Priskë të Madhe ka 2 vatra aktive zjarri. Njëra kërkon më tepër angazhim se është më pranë banesave. Era po përhap flakët në të gjithë kodrën, ndërsa forcat zjarfikse e kanë të vështirë ndërhyrja nga toka. Aktualisht po operohet vetëm nga ajri. Një helikopter i forcës ajrore po hedh ujë për lokalizimin e zjarrit. Flakët, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, u përhapën drejt Gurrës, Farkës dhe Lundrës, ku edhe këtu po punohet për t'i neutralizuar. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit që përfshiu një natë më parë periferinë e Tiranës, për të cilin policia thotë se ka nisur hetimet. Në këto momente se si është situata në Priskë, do të jemi me kolegen Bleona Sari. Bleona. Lorena, ku jemi bashkë, shoh më shumë tym të dendur pas shtëpisë tënde. Si është situata e 2 vatrave që u reaktivizuan ditën e sotme? Po Fabiola, në fakt, siç mund ta shohim dhe nga pamjet e drejtë për drejta, njëra nga vatrat e cila është ende aktive vijon, në fakt shkrumboi kodrën për cilën kemi raportuar edhe pak më herët, ndërsa vatra tjetër është shumë e vogël në fakt, por po vijon të marrë për masa të tjera, përsa që edhe forcat e zjarfikseve nuk kanë mundësi për t'u afruar për shkak të terrenit shumë të vështirë malor. Nga ana tjetër, vatra e cila ka qenë më e madhe, le të themi, dhe me përmasa më të mëdha, vijon të djeg thuajse të gjithë kodrinën, sa po i ka ardhur edhe fundit të saj, duke lënë kështu pas një sipërfaqe shumë të madhe toke të shkrumbuar nga flakët, çka ka bërë në fakt që era ka qenë, le të themi, shkaku kryesor i përhapjes masive të flakëve të zjarrit, ndonse në fakt ka pasur asistencë nga ajri me helikopter ujë, ka qenë e pamundur Fabiola për t'u vënë në kontroll flakët për shkak të sipërfaqes së madhe, pyllit të dendur dhe erës që favorizon përhapjen e tyre. Por, ndërkohë në fakt ka banorët e zonës kanë ardhur ndjekin nga afër, në fakt flakët janë të shqetësuar për tokat e tyre të mbjella, për parcelat me ullinja, po edhe për gjën e gjallë që kanë pra bagtitë dhe banesat e tyre. Ndërkohë që shpresojmë në fakt që të mundet flakët të stabilizohen në kodri që flasim, sepse më tutje atje realisht do të ishte rrezik. Por, me asistencën e një helikopteri nga ajri që bën të mundur edhe hedhjen e ujit, shpresojmë që zjarri të mund të mbyllet brenda kësaj sipërfaqe që ne aktualisht po shohim në pamje të drejtë për drejta, sepse vatra tjetër është shumë e vogël dhe thuajse është drejt përfundimit. Ndërkohë që siç shohim tymi i madh ka mbuluar zonën. Siç ti po shohim në këtë moment, po është agresiv pak, por po ndërhyet vetëm nga ajri po thua? Po. Po Fabiola, vetëm nga ajri për shkak të terrenit shumë të vështirë, siç mund ta shohim edhe me planet të drejtë për drejta, është një rrugë shumë e vogël në fakt ku banorët e përdorin për të kaluar me kafshët e tyre shtëpiake dhe gjën e gjallë, por nuk ka akses për të kaluar me mjeta apo për të bërë të mundur futjen e forcave zjarfikse. Punonjës të njësive administrative në fakt janë këtu efektiv, policisë bashkiake kanë qenë që nga mëngjesi në terren edhe me ndihmën e banorëve të zonës, por është e pamundur në zonën që flasim. Në fakt Fabiola, siç mund ta shohim, në fakt zjarri po afrohet shumë afër edhe vendit ku ne po raportojmë, për shkak edhe të erës shumë
shumë të madhe që favorizon përhapjen, por edhe pyetje të kodrës me le të themi me pyetje të dendur që bën të pamundur le të themi afrimin e punonjësve të zjarfikses dhe autobotet me ujë. Ndërkohë asistenca e vetme le të themi ka qenë ajo nga ajri me një helikopter, që siç mund ta shohim dhe ka planet në fakt është duke u afruar për të bërë të mundur le të themi edhe hedhjen e ujit nga ajri, është i vetmi në fakt helikopter që deri tani ka asistuar në këtë zonë, por në fakt ka qenë e pamundur për t'i shuar totalisht flakët për shkak të pyetje shumë të dendur, por edhe le të themi erës shumë të fortë që favorizon përhapjen e flakëve të zjarrit. Nëse e shohim, siç mund ta shohim në planet e drejtë për drejta, plani që po shohim aktualisht Fabiola është vatra e drytë e zjarrit e cila është më e vogël në sipërfaqe dhe është drejt fikjes. Ndërkohë që nga ana tjetër, me ndihmën e operatorit ton Arianit, po, edhe helikopteri që sjell ujë dhe asiston nga ajri, si sa është pak më herët. Në fakt, sapo u bën dy Fabiola, kemi një në anën tjetër, edhe një sapo e pa me planet e drejtë për drejta, kjo për shkak të agresiviteti që po afron nga vatra e dytë, e cila ka qenë më shqetësuese që herët në mëngjes kur kemi raportuar së bashku, e cila tashmë ka përpir edhe disa nga zonat që kishin banorët me të mbjella. Në fakt është shumë afër edhe vendit ku ne po raportojmë Fabiola, dhe në fakt po shohim shumë afër edhe tymin, por edhe flakët që janë me një shpejtësi shumë të madhe, për shkak jo vetëm të pyetje të dendur, por dhe erës shumë të fortë që favorizon përhapjen e flakëve të zjarrit. Dhe në këtë moment ne pam edhe dy helikopter të cilët po ndihmojnë në shuarjen e flakëve në këtë territor të pamundur për të ndërhyrë nga toka. Mirë, Bleona, faleminderit për këtë raportim. Nëse ka situatë kritike, do t'jemi sërish jo vetëm përgjatë këtij edicioni, por përgjatë transmetimeve tona të drejtë për drejta për ta përcjell live momentet e flakëve në zonën e Dajtit që ka nisur që prej ditës së dieshme. Jemi me pamje të drejtë për drejta ishim deri në këto momente, por do të shkëputemi nga Dajti për të kaluar një tjetër zonë shumë problematike e kësaj vere me zjarrit në Krujë, ku rreziku atje kaloi, një rrezik që nisi mbrëm në lagjen Abaz, kur flakët u afruan edhe pranë banesave. Disa familje që lanë mbrëm banesat sot janë rikthyer në shtëpitë e tyre. Forcat zjarfikse dhe mjete nga toka po monitorojnë vatrat e zjarrit. Më e qetë se mbrëmjen e të mërkurës paraqitet situata e zjarreve në Krujë. Në lagjen Abaze, ku flakët u përhapën deri në afërsi të banesave, operacioni nga ajri për izolimin e zjarrit ka rinisur në orët e para të mëngjesit. Aktualisht ka vetëm një vatër aktive, për neutralizimin e të cilës po punojnë gjithashtu nga toka, forcat zjarfikse dhe ato të armatosura. Ndërkohë, banorët e evakuar mbrëm janë kthyer në shtëpitë e tyre. Pas forcave të ushtrisë, u kalua pa rrezik për familjet dhe për shtëpia dhe për banorët. Është ushtria me zjarfikse, është policia, janë zjarfiksit tanë, janë zjarfikset nga Durrësi, zjarfikset nga Kamza, janë shumë forca të dislokuara. Shpresojmë që situata të kalojë sa më shpejt edhe me ardhen e dy helikopterëve që po hedhin ujë në zonën që po digjet, por është pak e vështirë. Zjarri nuk pas ka vetë. Ndërsa në fshatrat Kras dhe Halilaj, situata është vendosur në kontroll. Aktualisht, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nuk ka rrezik për zonat e banuara. Gisela Çota, avion të qëndroi pikërisht në lagjen Abaz të Krujës, do të shojmë në këto momente se si paraqitet situata atje. Në fakt situata duket më e përmirësuar. Situata duket se është përmirësuar këtu në fshat, këtu në Abazaj të Krujës, aty ku me pamjet e drejtë për drejta, kemi vetëm një vatër e cila po mbahet në monitorim nga forcat ajrore, por edhe forcat zjarfikse. Duhet theksuar se humusi është ai i cili po e bën punën shumë të vështirë, i cili bën që të riaktivizohen të gjitha vatrat, por edhe temperaturat e larta dhe kushtet e terrenit vijojnë që ta bëjnë më të komplikuar operacionin e forcave zjarfikse, por edhe ato ajrore. Mund të themi që momentalisht është angazhuar një helikopter i cili do të bëjë të mundur shuarjen totale të zjarrit, megjithatë është pak e vështirë
kjo edhe për shkak të terrenit, siç e theksova edhe pak më parë. Megjithatë duhet thënë se zjarri është shumë pranë banesave, por nuk paraqet rrezik pasi ndodhet në monitorim nga forcat ajrore, duhet theksuar, i cili është angazhuar një helikopter, por edhe nga forcat zjarrfikse, të cilat prej shumë orësh janë prezente këtu për të bërë mundur izolimin total të gjitha vatrave, por edhe shuarjen për të përmirësuar situatën edhe në orët në vijim. Megjithatë mbetet për të parë, pasi siç e thash dhe pak më parë, temperaturat e larta dhe shkak humusi i cili ndodhet në zonën e pyzuar bën që të riaktivizohen flakët dhe ta bëjnë situatën më të përshkallëzuar. Vlen theksohet se situatë për banesat nuk përbën pasi zjarri është pak sipërfaqe më tutje banesave, megjithatë të gjitha zonat mbeten në monitorim nga gjitha forcat zjarrfikse, të cilat sigurisht prej shumë orësh janë në terren. Kuptoj, mirë. Faleminderit Gisela për këtë raportim të drejtë për drejtë. Në një intervistë për ABC News, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi u shpreh se shtimi i kapaciteteve të mbrojtjes kundër zjarreve ka ndikuar pozitivisht në shuarjen e flakëve këtë verë. Ai tha se vatra e zjarrit të shtunën e kaluar në Krujë ka qenë më e vështira e 4 viteve të fundit. Ethet e Nilit kanë prekur Ballkanin. Në disa komuna të Shkupit është shpallur gjendja e epidemisë. Deri më tani, 26 persona janë sëmurë nga virusi, ndërsa një pacient ka vdekur, 83 vjeç. Ministria e Shëndetësisë thotë se nuk ka vend për panik dhe apelon që të respektohen masat mbrojtëse personale kundër etheve të Nilit perëndimor. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë, Jovica Andovski, së bashku me përfaqësues nga Instituti i Shëndetit Publik në Shkup, informuan për situatën epidemiologjike. Ata thanë se kjo nuk është një sëmundje e re, por këtë vit, për shkak të situatës aktuale, numri të rasteve të konfirmuara dhe aktivitetit virusit, ato kanë imponuar nevojën për një përgjigje të përforcuar institucionale. Gjithsesi, autoritetet Mirë, ka një reagim të kryeministit Edi Rama sa i përket deklaratave të presidentit Volodimir Zelenski në Beograd, ku deklaroi se nuk do të njihte Kosovën. Ky është edhe reagimi, do ta lexoj të plot se çfarë zoti Rama shkrua në rrjetet e tij sociale si një përgjigje ndaj Volodimir Zelenskit dhe jo vetëm. Miku im i dashur Volodimir Zelenski ishte në Beograd dhe tha se Ukraina nuk do ta njohë kurrë Kosovën. Brenda një ore, nacionalistët folklorik më të zhurmshëm në Tiranë dhe Prishtinë kishin nxjerrë tashmë kalkulatorin gjeopolitik. Ndoshta duhet ta ndëshkojmë Ukrainën të mos brorasim më për lirinë dhe të mos vajtojmë më për ata që bombardohen. Më të pamaturit mes tyre na sulmuan edhe ne, pse nuk hoqim dorë nga Ukraina, madje disa broritën për Rusinë. Çfarë turpi të humbasësh nga sy të vërtetën e thjeshtë se liria nuk është një marrëdhënie shkëmbimi. Të qëndrosh kundër një lufte agresioni dhe në mbështetje të një paqeje të drejtë nuk është një faturë e gris kur viktima e një agresioni barbar të zhgënjen. Nuk është një nder që shkëmbet me një nder, por është ajo që ti je dhe ajo për të cilën qëndron në këtë botë të trazuar. Dhe për fat të mirë, Shqipëria nuk është një njeri i vogël që bën hesapet se kush i detyrohet kujt, por Europa e Ballkanit, që tregon rrugën përmes besimit të saj te liria, demokracia dhe paqja, si edhe përmes forcës së shembullit të saj. Ukraina mund të jetë dhe po është gabim për Kosovën, por e drejta e saj për të qenë e lirë mbetet e padiskutueshme dhe të luftosh për këtë të drejtë, do të thotë të luftosh edhe për Europën, edhe për veten tonë. Këto të vërteta mund të qëndrojnë fare mirë në të njëjtën fjali. Shqipëria është mjaftueshëm e pjekur për t'i mbajtur të dyja dhe do t'i mbajë të dyja. Prandaj po, Ukrainë e lirë, sot, nesër dhe gjithmonë. Kështu e mbyll edhe reagimin e tij kryeministri Edi Rama. Ndërsa Shqipëria ka pritur 7 milion vizitorë të huaj për gjatë periudhës janar-korrik, institucionet ka marrë masa për të garantuar sigurim për turistët dhe qytetarët në këtë sezon veror. Ministri i Brendshëm Besmir Lamallari paralajmëroi tolerancë zero për palishmëritë. Ministri tha se në zonat bregdetare po kontrollohet me rigorozitet ulja e nivelit të zhurmave.
Ftohen masat për të garantuar siguri për gjatë pikut të sezonit turistik në vend. Shqipëria priti fluks të turistëve të huaj duke regjistruar mbi 7 milion vizitor deri në fund të muajit korrik. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari tha se forcat policore janë me orare të zgjatura për të shmangur problematikat për sa i përket sigurisë së qytetarëve dhe turistëve, por edhe pritjet në pikat kufitare. Është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për këdo që do lejojmë zero palishmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë i menjëhershëm i policisë shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Në vëmendje të uniformave blu gjatë këtij sezoni ka qenë edhe respektimi i nivelit të zhurmave nga baret dhe lokalet në zonat bregdetare. Dhe kjo fal nivelit të rishikuar të zhurmave, e cila është në nivelin 45 decibel nga ora 8 e darkës deri në 12 të mesnatës dhe gjatë ditës nga ora 11 deri në 8 darkës 65. Mjaftueshëm për të lejuar zhvillimin e aktivitetit ekonomik, por nga ana tjetër për mos lejuar që një muzikë shndrohet në zhurmë dhe në bezdisje për çdo kënd tjetër që zgjedh edhe qetësim familjar dhe plazhet publike. Muaji gusht pritet që të shënojë numrin më të lartë të turistëve të huaj që vizitojnë Shqipërinë, ndërsa korriku mbyll me një shifër prej 1.9 milion ose 45% më shumë se në qershor të po këtij viti. Një lokal plazhi që po ndërtoi palejo në Karaburun u shem nga policia dhe inspektorati i mbrojtjes së territorit pasi kaluan të gjitha afatet e lëna për prishje vullnetare. Njëri nga pronarët e tij u vu në pranga, ndërsa ortaku i tij është shpallur në kërkim. Policia vijon hetimet për të vënë para përgjegjësisë uniformat blu që e kanë lejuar dhe toleruar këtë ndërtim paleje. Një ndërtim paleje në zonën e Shënjanit në Karaburun në shembur gjatë një operacioni të policisë së shtetit dhe inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit. Bëhet fjalë për një objekt prej Druri, Beach Bar, që po ndërtohej paleje nga Skerti Dinaj dhe Olsen Sherifaj. Të dy personat ishin proceduar më herët penalisht për ndërtim të paligjshëm, ndërsa kishin tejkaluar dhe afatin e caktuar për prishjen vullnetare të objektit. Gjatë operacionit, Skerti Dinaj u vu në pranga në vendin ku po kryeshin punimet, ndërsa ortaku i tij Olsen Sherifaj u shpall në kërkim nga policia. Në aksion morën pjesë drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita dhe kryeinspektori i KMT-s Afrim Qëndro, të cilët paralajmëruan se ndërtimet paleje do të përballen me forcën e ligjit. Ky ndërtim ka 4 muaj që është konstatuar nga strukturat e policisë Vlorë dhe rasti është referuar në prokurorinë e rrethit gjyqësor. Më vonë, së bashku me IKMT-n, janë marrë gjithë veprimet e dhura ligjore dhe sot ndodhemi këtu për prishjen e këtij ndërtimit palishëm. Në këtë rast, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka qenë në tejkalim të kushteve të saj ligjore për dhënien e lejeve përkatëse për beach barin që ka dhënë, apo dhe për gjithë këtë aktivitet të palishëm që është këtu. Ndërkohë, policia e Vlorës vijon hetimet për identifikimin dhe nxjerrjen para përgjegjësisë ligjore dhe të personave të tjerë që dyshohet se kanë lejuar apo kanë dhënë autorizim në kundërshtim me ligjin. Fillimi i gushtit ka shtuar personat që kërkojnë ndihmë mjekësore në spitalin e Vlorës. Në shërbimin e urgjencës kryen rreth 120 vizita në ditë. Shqetësimet lidhen me probleme të shkaktuara nga inxeti apo viroza testinës. Në këtë spital paraqiten për ndihmë mjekësore jo vetëm qytetarë të Vlorës, por edhe vizitorë e turistë në jug të vendit. Këto ditë që shënojnë dhe kulmin e sezonit turistik në vend, temperatura më të larta, por dhe fluks vizitorësh kanë sjellë një numër të shtuar të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Në Vlorë, në urgjencën e spitalit, paraqiten rreth 120 qytetarë në 24 orë për të kërkuar ndihmë mjekësore me simptoma të lidhura me temperaturat e larta. Shefja e repartit të urgjencës, Lorena Arapaj, konfirmon se fluksi shtuar ka nisur rreth datës 20 korrik dhe vijon edhe përgjatë këtyre ditëve të gushtit. Fluksi i vizitave ditore është shtuar duke arritur në një numër nga 100 në 120 vizita ditore në 24 orë. Nga këto rastet me diagnoza më të shpeshta janë gastroenteritet, enteritet, gjendjet virale, tonsilitet dhe bronkitet. Për ndihmë paraqiten dhe të huaj dhe turistë që kanë zgjedhur Bregdetin e Vlorës për të kaluar pushimet e tyre. Prej një gushtit kemi një numër të shtuar të pacientëve jo rezident turistëve,
numri i vizitave të këtyre pacientëve arrin nga 10, 15 dhe 20 në varësi të ditëve. Spitali Vlorës i ka marrë të gjitha masat për të përballuar këtë sezon turistik. Të dhënat e viteve të shkuara tregojnë që ky fluks mund të jetë i njëjtë deri në fund të këtij muaji për shkak të numrit të lartë të pushuesve vendas dhe të huaj që qëndrojnë në Bregdetin e Vlorës. Qarkullimi i mjeteve në autostradën Tiranë-Durrës do të devijojë gjatë 2 netëve të ardhshme. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se për shkak të punimeve në datën 14 dhe 15 gusht nga ora 23 deri në orën 5 të mëngjesit do të bllokojnë 2 korsi në drejtim Tiranë-Durrës. Gjatë këtij intervali trafiku i mjeteve do të lëviz drejt qytetit të Durrësit, do të devijohet në 2 korsi të anës së parë të autostradës, të cilat do të funksionojnë përkohësisht si rrugë me 2 drejtime lëvizëse, ndërkohë që mjetet me destinacion aeroporti ndërkombëtar të Tiranës do të vijojnë lëvizjen pa pengesë. Kjo ndërhyrje po realizohet në vijim të punimeve për zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës. Autoriteti rrugor shqiptar thekson se është zgjedhur që punimet të realizohen pas mesnate për të shmangur krijimin e trafikut, ndërsa kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve, bizneseve dhe banorëve të zonës. Opozita në Kosovë akuzon Albin Kurtin se ka uzurpuar zyrat e shtetit dhe përshkel kushtetutën. Deputetët e PDK-s bllokuan sot mëngjes hyrjen e godinës së qeverisë dhe më pas dorëzuan në kuvend një kërkesë për mbajtjen e seancës konstituive nesër në orën 11. Kosova mbetet në krizë institucionale për një vit e gjysmë, ndërsa vendi rrezikon sërish zgjedhje të reja. Albin Kurti dhe ministrat e tij kanë uzurpuar zyrat e shtetit dhe po mbajnë peng Kosovën. Në një tjetër aksion pas përplasjeve në sallën e parlamentit, këtë të njëjtë deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës bllokuan hyrjen e qeverisë, ndërsa paralajmëruan përdorimin e çdo mjeti për kthimin e rendit demokratik. Ky njeri nuk është kryeministër, është një deputet zaptus, është një deputet uzurpator, i cili e ka uzurpuar zyrën e kryeministrit, i cili merr vendime në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, në kundërshtim me ligjin për qeveri, prandaj do të bëjmë çdo gjë të mundur që ta rikthejmë rendin kushtetues. Minuta më pas, ata u zhvendosën në hollin e kuvendit, nga ku dorëzuan edhe kërkesën për mbajtjen e seancës konstituive të premten në orën 11. Kuvendi duhet të konstituohet në çdo rast dhe ne jemi deputet të betuar, deputet me mandat dhe funksion të plot, dhe këtë funksion po na pa mundson me ushtru lëvizja dhe vendosja. Unë nga këtu në emër të Partisë Demokratike e Kosovës i bëj thirrje deputetit Albin Kurti që ta lejoj zotin Dehari të thrasë mbledhjen në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së kuvendit të Kosovës. Aksionet e PDK-s i kanë mbështetur deri tani vetëm Aleanca, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka zgjedhur të distancohet. Vetëvendosja thotë se nëse nuk ka marrëveshje politike për presidentin, është humbje kohë mbajtja e seancës konstituive, duke e bërë zgjidhjen e ngërçit politik të duket gjithnjë më i largët. Kërcënohet me jetë Ramush Haradinaj, deputeti e Aleancës dhe komandanti UÇK-s për zonën e Dukagjinit gjatë luftës së Kosovës, nga salla e kuvendit hapur për mërgjimtarët. Pasi përfundoi aksioni opozitar, një qytetar i quajtur Skënder Llugishi bëri thirrje për pushkatimin e tij. Pas denoncimit publik të rastit nga radhat e Partisë Haradinajt, personi u identifikua dhe u arrestua nga Blutë e Kosovës. Ndaj tij tani fillojnë hetime. Të rastin e ka dënuar edhe organizata e veteranëve të luftës, ndërsa gjuha e urrëties në Kosovë është identifikuar si një nga problemet kryesore të prodhuara nga kriza politike. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Ju mund klikoni në webin tonë abc.news.al për të tjera zhvillime. Në radio na gjeni në frekuencën 105 FM. Bashkë ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen.